أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pasi që falendrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe dërgojmë salavate mbi të dërguarin e fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dërgojmë salavate mbi shokët e tij fisnik dhe besnik, familjen e tij të pastër dhe edhe mbi ata të cilët kanë ndjekur rrugën e tyre me mirësi deri në ditën e fundit. Sot do të vazhdojmë me shpjegimin e haditheve të librit Riyadus Salihin, pra kena arrit te hadithi numër 51 dhe 52. Të cilët hadithe ende janë nën kapitullin e sabrit. Pra sot do t'i kemi dy hadithe, të cilat hadithe para se me i lexu, me i thonë edhe pastaj t'i shpjegojmë, dua të ceki disa gjëra për të cilat ne si muslimanë dimë. Mirë po kur e shohim se Allahu subhanahu wa taala na drejtohet me fjalët ya ayyuhalladhina amanu, e shohim që Allahu subhanahu wa taala dëshiron neve që edhe më tepër ti kuptojmë këto më thellësisht edhe t'i fusim praktik, e jo vetëm ti kuptojmë. Nëse shohim gjatë historisë, Allahu subhanahu wa taala pasi krijoi njeriu edhe e pa se e dinte se ai ka nevojë për mëshirën e tij, duke dërguar të dërguar dhe pastaj edhe duke zbritur edhe libra. Pra ka zbrit libra, ka dërguar të dërguar vetëm e vetëm si mëshirë dhe mirësi për këtë njerëzimin, për këto njerëzit të cilët do të mundohen të sjellin rend në tokë, të vendosin rend në tokë, mirë po normal duke ditë se këta njerëz janë me aftësi të kufizuar ata që pra kanë shikimin e kufizuar, kanë të menduarit e kufizuar, kanë pamjen e kufizuar, edhe kështu këto krejt reflektojnë që edhe ligjet të cilat do të mundohen ato të i vendosin për të mirën e tyre do të jenë të kufizuara dhe të mangëta padyshim. Dhe për këtë arsye gjatë historisë shohim se Allahu subhanahu wa taala përveç se dërgoi libra, zbriti libra, dërgoi të dërguar. Dhe pastaj përveç kësaj shtoi edhe një çështje që është se ka patë raste në për periudha të ndryshme, nëse shohim në Kur'an, tregime që i tregon Allahu subhanahu wa taala, apo edhe tregime që i tregon i dërguari sallallahu alaihi wasallam, do të shohim se përveç zbritjes së librave, dërgimit të dërguarve ka shpallur apo ka sjell Allahu subhanahu wa taala ndonjëherë edhe mrekulli për vërtetësinë e këtij profeti që ai është me vërtetë i dërguari i Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye nëse shohim se njerëzit janë mundu edhe në të kaluarën edhe tash mundohen bëjnë ligje, se mendojnë se ligji islam apo ligjet qiellore janë shumë vjetra, kështu që ata me mendjet e tyre mundohen që të sjellin ligje të cilat do të jenë të mira dhe efikase dhe shëndosha për njeriu, për njerëzin përgjithësi, mirë po historia na tregon neve që kanë dështuar. Edhe pse dështojnë, përgjigjja shumë e thjeshtë. Pra arsyeja pse dështohet është se ata janë të kufizuar në përbirjen apo në perceptimin, ta themi në perceptimin e asaj që mund ata të arrijnë deri te ajo çka është e shëndosh për njeriu. Për këtë arsye vëllezër, nëse dëshirojmë të kena sistem, ligj i cili do të funksionon mirë dhe do të jetë i dobishëm për njerëzit, në përgjithësi, qoftë në jetën tyre individuale apo në jetën tyre shoqërore, e shohim mirë që Allahu subhanahu wa taala është ai i cili e di këtë më së miri, pse është i gjithdijshëm, ndërsa ligjet e njerëzve janë të kufizuar. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala këtë nuk e mshef prej neve. Në Kur'an çka thotë? Kutiba aleikum al-qital. Allahu ka bërë obligim luftën. Lufta nuk është gjë që e dëshiron njeriu. Të vritet, të luftojë njeriu nuk e dëshiron. Sidomos nëse është më i dobët. Nëse i vjen edhe nuk e kërkon. Për këtë arsye ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos e dëshironi luftën, mirë por nëse u vjen mos ikni, pra qëndroni. Dhe Allah thon në Kur'an, kutiba aleikum al-qital. Juve është bërë obligim lufta. Diçka që në vazhdim të ajetit të tregon se nuk është diçka që e dojmë neve. Thot, wa huwa kurhul lakum. Është bërë obligim lufta, por ajo është e pa dëshiruar tek ju. Nuk e doni ju, se duhet luftoni. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa khairul lakum. Sharrul lakum fal. Pra, ndodh thot Allahu subhanahu wa taala se disa gjëra që ju i urreni, por ato janë të mira për juve, e ka disa gjëra të cilat ju i doni, por ato janë të këqija për juve.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e di dhe ju nuk dini. Këtu është dallimi mes atij ligji që e bën Allahu dhe ligji që e bën njerëzit. Për këtë arsye vëllezër, dhe shohim neve që gjatë historisë ka pas qoftë ne dim që mrekullia më e madhe vëllezër që është dhënë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam është Kurani. Por në kohën e Isës alayhis salam ka pas shumë mjekësia ka qenë e përparuar. Isës alayhis salam Allahu subhanahu wa taala ka dhënë mrekulli sa i përket në aspektin e shkencës së mjekësisë. Musa alayhis salam çka ka qenë e përhapur sihri, magjia. Dhe është dashur dhe Allahu subhanahu wa taala Musën e ka dërguar me mrekulli, pra mu'jize, të cilat janë të përshtatshme për popullin e tij që ka pas për shkak se ka pas shumë sihirbaz. Ndërsa te i dërguari i fundit Kurani është mrekullia më e madhe në të cilin ka kësi ajete të cilat i përmendëm. Ka lajme për të ardhmen, të cilat e pastaj më vonë kur do ndodhin ato ndodhi, ato e vërtetojnë profecinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe se Kurani është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Njëjtë sikur se ka ajete ka edhe hadithe nga ana e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe prej atyre haditheve janë këto dy hadithe, të cilat do t'i shpjegojmë sot, sonde. Pra transmeton Abdullah ibn Mesudi. Thotë se i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë: "Innaha satakunu", me të vërtetë në të ardhmen do të ketë njerëz thotë, pra do të ketë pas meje, pra pas kohës tim, pasi të vdesune, me fjalë tjera do të ketë njerëz ethera, pra që i ka thënë ethera. Ethera do të thotë, do të jenë njerëz udhëheqësa, të cilët e shfrytëzojnë pasurinë e muslimanëve në bazë të ëndjeve të tyre, qefeve të tyre. Pra pasurinë e muslimanëve do ta shfrytëzojnë për nevojat e tyre. Në të cilën pasuri është kusht, pra që të jetë ethera që ka përmendur i dërguari në hadith, është kusht që në atë pasuri kanë hak muslimanët për kisë vajap. Pra e shfrytëzon pasurinë e grumulluar që është prej Baitul Malit, prej pasurisë muslimanëve, dhe pastaj ki atë e shpenzon në mënyrë të pakontrolluar për qefet e veta. Pra nuk ka derë se është e huaja dhe nuk është e tija. Dhe kjo është fjala ethera që ka ardhur në këtë hadith. Dhe çka thotë i dërguari sallallahu alaihi wasallam? Thotë këto gjëra që do t'i bëjnë këto udhëheqësit janë gjëra që ju i urreni, tekrahuna. Janë gjëra të cilat ju i urreni, nuk janë gjëra të dëshirueshme. Pra dinti që për shembull që pagon zeqat, jep edhe sadaka, mirë po kur e sheh se ai e keq përdor pasurinë e muslimanëve për çefet e veta. Pra kanë ardhur në hadithe, kanë ardhur në shpjegimet e dietarëve që thonë i shohim në udhëheqësit që me rrogat e tyre nuk mund t'i bëjnë çato çefet e cilat janë duke i bërë, por i bëjnë me pasurinë e besimtarëve. Dhe pastaj thotë, "Kalu ya Rasulullah", i thanë o i dërguari i Allahut. Nëse dënjoni prej neve arrin këtë kohë, çka duhet veprojmë? Na tregos çka të veprojmë. I dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë, "Tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum." Ju do të kujdesni që ju ta jepni hakun që e keni ju ndaj tyre. A është qartë? Ju do të kujdesni ju çfarë haki keni ndaj tyre, jo zullumin që e bën ata. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Dhe ju do ta lutni Allahun që Allahu t'ua mëson ta jepë atë hakun të cilin ata nuk va japin, Allahu t'ua mëson ta merrni. Pse ka ardhur ky hadith? Pastaj edhe tjetri është shumë i ngjashëm. Pse ka ardhur ky hadith në këtë kapitull? Pse ka për Allah i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë fasbiru, bani durim. Dhe mundoheni që ju ta jepni hakun tuaj që e keni ndaj tyre. Çka është haku i muslimanit në shtet islam ndaj udhëheqësve? Çka është haku i tij? Po, i ta ti boj. Po, ti bindet. Ka thonë kështu, mos e bën këto, nuk e bën, bën e këta e bën. Kjo është i tati që do t'ja bëj. Kjo është haku i muslimanit që ka karshi udhëheqësve. Do ta shpjegojmë edhe do ta përmendim edhe hadithin tjetër, pastaj do t'i lidhim inshallah në komentim. Nga Ebu Yahya Usaid ibn Khudejri transmetohet se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, apo ki është drejtuar të dërguarit sallallahu alaihi wasallam me fjalët: "Ja Rasulullah", ka thonë o i dërguari i Allahut, "Më shfrytëzo mua, përdorë mua njëjtë sikur se përdorë mua për hajër, për diçka të mirë, pra urdhëno me diçka të mirë, njëjtë se i urdhënove filanin." Pra nuk e përmend me emër. Pra si më shku për shemb marr dikush ti ne, e pa që filanin i çove të bëje diçka të mirë. A bën edhe mua të më shfrytëzosh në kësi mirësi, të më bësh një punë të cilën unë ta kryj. Atëri i dërguari sallallahu alaihi wasallam çka i thotë? "Innakum satalqawna", ju do të takoni thotë. Pas meje, pra pas vdekjes time ethera. Pra ethera thamë është janë udhëheqësat të cilët e marrin pasurinë e muslimanëve, e keq përdorin, edhe pse në atë pasuri kanë hak edhe muslimanët, por atë hakun e muslimanëve nuk va japin. Kjo është fjala apo kuptimi i fjalës ethera. Fasbiru thotë, kjo hadith është pak më i veçantë,
thotë i dërguari sallallahu alaihi wasallam fasbiru hatta talqawni inda al-haud ose ala al-haud bi haudin. Haudi është çka? Është bunari ditën e gjykimit apo ai se më thonë bazeni ditën e gjykimit do ta ketë apo ai burrimi të cilin do ta ketë kush? I dërguari sallallahu alaihi wasallam. Ajo si vend ku grumbullohet ujë i cili rrjedh nga 2 degët e Kautherit. Kur këtu tash, ky është edhe më specifik sa i përket çështjes së sabrit. Thotë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, do të vijë pas me, do të vinë njerëz, do të vinë udhëheqësa, të cilët do t'i keq përdorin pasurinë tuaj, duke ditë ju sa ju keni hak në pasuri. Por ai nuk ka jep. Dhe për këtë arsye thotë bëni sabër. Bëni sabër thotë derisa të më takoni te haudi. Pa te vendi haudi çka është? E keni ndëgjuar, por ja vlen të riceket se haudi është ai pusi i madh, ai vendi ku mlidhet ujë i cili rrjedh nga 2 degët, çka nga 2 rrjedhet e Kautherit, i cili është 1000 vite gjerësi dhe gjatësi. Pra 1000 vite, 1000 muaj gjerësi dhe gjatësi. Pra shumë i madh dhe enët në të janë aq të shumta sikur se yjet në qiell. Është më i bardhë se qumshi, më i omër se mjalti edhe erën e ka më të mirë se misku. Mirë po dietarët kur e përmendin këtë rast, se pyetja e atij sahabit ka qenë apo Usaid ibn Khudairit ka qenë, ja Rasulullah më shfrytëzo, pra jepëm obligime sikur si i dha filanit. Përdorëm edhe mua për kësi punë të hajrit. I dërguari sallallahu alaihi wasallam përgjigj në këtë formë. Pse doan të uaboj me dije se do të vinë më njëherë pas me bile dietarët kur e përmendin këtë hadith thonë shekullin e parë të Hijretit ka nis këto probleme. Jo më vonë. Shekullin e parë, 100 vjetorin e parë të Hijretit ka nis këto probleme. Dhe që mos bëhet fitnja e madhe, që duke e ruajtur shariati atë nderin e besimtarëve, gjakun e besimtarëve, i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka përmend këto hadithe, 2 hadithe. E para, kërkonja, pra boni sabër apo mbanja ju dertin dhe kini gajlen tuaj karshi atyne. Se para do të pyetini ditën e gjykimit. Dhe luteni Allahun që Allah t'ua mundson ai udhëheqësi i keq t'ua japë hakun e cila u takon. Edhe hadithi tjetër, thonë dietarët kur përmendin, thonë paramendioni atash kujt i është thonë. I është thonë kjo hadith sahabëve. Pra përjetimin e këtij hadithi, si kanë përjetuar sahabët, nuk mund ta përjetojmë ne. Për shkak se ata kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ato kanë hecë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kanë udhëtuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kanë luftuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, janë falë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kanë falë edhe taravih, kanë falë edhe namaz natë afër tij. Pra ndodhi që kanë ndodhur, ata kanë qenë prezent me të dërguarin sallallahu alajhi wasallam. E tash i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka dëvdese. E dim keq që dëvdese. Edhe ka vdek pastaj. Edhe ki sahabiu apo ata të cilët e kanë përjetuar hadithin edhe pastaj kanë dëgjuar hadithin, kanë thonë pas kemi një rasti më i shpejt në të cilin ne mund të ritakohemi me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është e haudi. Aty do të pinë edhe precisive të haudit vëllezër, është se haudi ai i cili është pjesa apo është pirja e cila është më së nevojshme ditën e gjykimit ku ditë do të jetë shumë afër, sagjë do të jenë njerëzit me gjers, do të jenë njerëz me nxehtë shumë të madh dhe me siklet të madh. Edhe nuk ka gjë më të mirë dhe më të volitshme në atë kohë se sa të pihet prej këtij haudit. Edhe ai i cili do të pinë prej këtij haudit, më nuk do të etet asnjëherë. Pra precisive është që ky njeriu i cili do të pinë prej këtij haudit dhe ai njeriu nuk do të ketë më nevojë dhe nuk do të ketë më etje. Dhe prej kësaj kuptojmë vëllezër se sahabët kur e kanë dëgjuar këtë hadith e kanë parë se me të vërtet shansa e parë, rasti i parë, mundësia e parë të cilën neve do të mund të atakojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është haudi. As ja vlen bëjmë sabër. Edhe nëse na bëhet zullum. As ja vlen bëjmë sabër kur neve i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë bëni sabër derisa të më takoni te haudi. E kjo shumë e rëndësishme vëllezër. Thash ne ndoshta se ne projektojmë si ato. Mirë po kjo vlen edhe për neve. Dhe është mirë cekët vëllezër. Është mirë shumë cekët se mos të kesh pasaj kesh kuptime se bëhet fjalë për udhëheqësa musliman, të cilët gjykojnë me shariat. Bile dietarët thonë që të jena më precis, njihet që ai udhëheqës gjykon përgjithësi me shariat. Edhe nëse në disa pjesë nuk gjykon, apo në këtë rast që edhe është zullumqtar.
Dhe këtu vëllezër hin çdo musliman i cili është udhëheqës, i cili në esencë si gjykim e man shariatin. Mirë po, në këtë rast bën zullum. Për këtë person është ky hadithi. Pra për personin i cili është musliman udhëheq, mirë po bën zullum, neve kena obligim si musliman, nëse jena nën sundimin e tij, bëjmë itaat, që i thonë, ti bindemi atij. Themi se mia në ata. Përderisa ai nuk na urdhnon në çka? Kufër edhe shirk. Në ma'siyatillah. Derisa nuk na urdhnon ti bëjmë çka? Ti bëjmë gjina Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është shumë e rëndësishme këtë. Bile Sheikhu Uthemini ku përmendën këtë hadith, i përmendën disa detaje, disa ndodhi prej historisë, prej kohës Aliut radhiyallahu anhu, se atë ka qenë fitnja, veç ka fillu fitnja e mos bindjes së udhëheqësve. E ju dini shumë mirë që Ali radhiyallahu anhu e kanë vrarë. Domethënë kanë vrarë xhavarixhët. Dhe njëri prej xhavarixhëve, shifeni çfarë pyetje ka bëu Aliu, subhanallahu, çfarë guximi. Vjen njëri prej xhavarixhëve te Aliu radhiyallahu anhu dhe i thotë: "Ja Ali, thot pse nuk i dulën ngrushtet njerëzit e Abu Bekrit edhe Omerit, po të dulën ty." Çfarë fa pyetje provokative. Ja Ali, pse njerëzit nuk i dulën ngrushtet e Abu Bekrit dhe Omerit, po të dulën ty? Përgjigjja është e thjeshtë, edhe dietarët kur vjen situata në kësi provokim, përgjigjja është shumë e saktë. Thot Aliu radhiyallahu anhu dhe i përgjigjet me fjalë, thot sepse Abu Bekri edhe Omeri ka pas nën vete njerëzit si une edhe shokët e mi. Ndërsa unë i kam njerëzit si ti edhe shokët e tu. Kjo problemi. Kjo problemi kryesor, edhe kjo është e vërtetë vëllezër. Dhe ne e dim shumë mirë se prej shariatit të Allahut subhanahu wa taala, prej sunetit të Allahut subhanahu wa taala, traditës së Allahut subhanahu wa taala në tokë është që ashtu si janë njerëzit, Allahu ua sjell edhe udhëhecin e tyre. Kjo është esenca. Kjo është esenca. Pra njerëzit janë çashtu, Allahu ua sjell udhëhecin që nëse janë të këqij edhe më të keq se ata. Pse? Sepse e meritojnë. Ajo që duhet të kuptohet apo të nxirret prej këtyre haditheve është se Allahu subhanahu wa taala na bën ai dërguesi Allahu alaihi, por edhe Allahu subhanahu wa taala përmend në një ajet të qartë që neve na forcojnë kuptimin e këtyre haditheve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të mbahet mend vëllezër. Kjo ajet është mirë që të shkruhet edhe njeriu ta ketë, ta mendon sidomos to që kanë me pozitë ta kenë bërë mbas shpine, me të madhe. Si cilën herë ku ti në zyrën e tij ta lexojë. Si cilën herë, por edhe besimtari është mirë, se është vlen edhe për individin, por edhe për udhëheqin i cili ka nën vete njerëz që i udhëheq. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu", vetëm fillimi dhe thirrja në këtë formë është shumë e madhështore. E çfarë më thon, e di si duhet ta kuptojmë kur thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu". O ju që besoni Allahun, që besoni librat e Allahut, që besoni melekët e Allahut, që besoni xhinën, e besoni botën tjetër, e besoni kadan, e besoni kaderin, këto ju me këto s'keni problem. Unë ju flas njerëzve që me këto s'kan problem. Pra ai cili nuk ka problem me këto, me kushtet e besimit, atij drejtohem. O ju që keni besuar. Ja ju lidhin amnu. La yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Mos ju shtyje juve gabimet dhe për keqit që ju pasaj të bëni zullum. Pra mos ju shtyje veprat e dikujt tjetër që bën zullum, ti të hish në zullum sepse ai bën zullum. Kjo shumë e rëndësishme. Pra edhe kjo shpesh ndodh. Ai më ka bërë kështu, unë ja bëj, o ti, nuk shkon me kështu. Ti do ta bësh si të ka urdhëruar Zoti. Pa e bën zullum, ai udhëheqi bën zullum. Në rastin ton tash në hadith. Ai bën zullum, unë duhet, jo, s'duhet. Jo, ai udhëheqi jot. Allahu subhanahu wa taala e ka bërë ligj që ai dikushit të udhëheqë. E nëse ne e pranojmë si udhëheqës, apo kina lind dhe ai ka qenë udhëheqës, duhet të bindesh, se njerëzit e kanë zgjedhur. Obligimi jon ndaj atij është bindja. Obligimi atij ndaj teje është ta japë hakun. Ama ai se bën, ai të përgjigjet për veti. Ti nëse nuk i bën bindje dhe nis bësh fitnë për grushtet e kështu, ti e ke fajin. Për këtë arsye vëllezër, çka thot Allahu subhanahu wa taala, ya ayyuhalladhina amanu la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. O ju që keni besuar, mos vije puna që veprat e dikujt të këqija, zullumi i dikujt të bëhet shkak që ju pastaj të bëni zullum, se ai ka bërë zullum. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Bëni drejtësi, mbani drejtësi, sepse ajo është më afër devotshmërisë.
Dhe kjo shumë është më rëndësishme vëllezër. Ta kuptojmë se Allahu subhanahu wa taala prej neve kërkon drejtsinë. Allahu subhanahu wa taala prej neve kërkon që neve të kujdesemi çfarë obligimi kena neve. Çka do të na pyet Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit, e jo të merremi me punë të hallkive apo me përgjegjësi të hallkive. Ajo është puna e tij, mos bën zullum, puna jem është i bindë. Pra kështu në këtë formë kanë ardhur hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe normal për këtë sabër, për këtë durim do të kemi pastaj shpërblim. Mirë po, Sheikhu Themini e përmend kur e shpjegon këto dy hadithe, thotë kjo nuk do të thotë që neve mos ta lypim hakun tonë. Por nuk lejohet të bëjmë fesat. Nuk lejohet të bëjmë trazir në tokë. A lejohet të shkojmë bilosh urdhën, ka ardhur urdhën që është prej mëshirës së Allahut subhanahu wa taala apo prej zotësisë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dikujt, është që kur udhëheqi zullumqtar, bën zullumin e tij thon fytyr, ja thot vërtetën. Kjo është prej veprave më madhështore tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe është prej hakut ton t'ja lypim hakun atij. Mirë, por nuk është prej hakut ton neve t'i dalim grushtet edhe ta bëjmë gibet e kështu me radhë. Për këtë arsye vëllezër, mbas të haditheve kuptohet qartë se neve si besimtarë kena obligim që nëse udhëhiqemi nga udhëheqës musliman, edhe nëse janë zullumqtar, duhet që të bindemi dhe duhet që mos të bëjmë ato që e kanë bërë xhavarixhët me Aliun radhiyallahu anhu, edhe pastaj shumë xhavarixh më vonë prej tyre, edhe si në ditët e sodit ka raste kur ndodhin këto çështje, pse se është lloj mendësie kjo. Pra në momentin që preket nëse është te dikush tjetër nuk e bën shumë të madhe, por në moment që preket pasuria e tij, interesi i tij, pozita, se nuk është për herë me pasuri kjo çështje. Ndonjëherë është edhe për pozitë. Ti e meriton finon vendin e punës, ai s'ta jep. Edhe kjo hin këtu. Pra është pse ethera është shumë specifike. Pra është pasuri të cilën e shfrytëzon, e keq përdor një udhëheqës, qoftë domethënë si halife, edhe në vendet më të vogla të punës. Më po ti ke hang këto. Kjo është ajo pjesa e rëndësishme. Ti ke hang këto. Edhe ndonjëherë është pasuri, ndonjëherë është edhe pozitë pune. Diçka që ti e meriton, edhe i sigurt që ti e meriton, pa s'ta jep. S'ta jep, ja kalon djalit vet, ja kalon djalit minës vet, kështu më radhë. Edhe këtu hin kjo, pra të kenë kujdes dhe të kenë frikë Allahun subhanahu wa taala, ata të cilët kanë pozitë dhe bëjnë zullum ndaj atyre të cilët i kanë nën sundimin e tyre dhe nën udhëheqjen e tyre. Dhe për fund, e lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na vetë dieson, Allahu të na mundson ta kuptojmë fen ashtu si do Allahu subhanahu wa taala, se kanë kuptuar i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, se kanë kuptuar shokët e tyre, shokët e tij sallallahu alaihi wasallam, edhe gjeneratat e para për të cilat ka garancë që janë më të mirë se ne. Pra dhe kjo do të jetë ajo e fundit për sot, që ne ta kuptojmë se gjeneratat e para janë më të mirë se ne, jo ne tash jemi më të mençur se ato sepse kena titull shkencëkor. Jo. Me sheriat në Islam është e kundërta. Sa më larg burrimit, sa më larg lulëzimit, bazës së shëndosh, aq më lehtë është devijimi. Sa më afër, aq më afër kanë qenë njerëzit rreth vërtetës dhe rreth asaj që Allahu subhanahu wa taala e kërkon prej neve. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.